Të dashur bashkëqytetar, mbyllim një vit që solli për Shqipërinë sfida. Pa i ngrënë asnjë hak, ajo ishte mbi gjithkënd brenda rilindjes në përshfaqjen e adhurimit, kultit të individit dhe krijimit të idhullit. Pa shtirje, pa sforco dhe me plot ndjesi, Elisa Spiropali përshfaqi gjatë gjithë jetës së saj politike, mirënjohje dhe vlerësim të pamat për Edi Raman. Ajo nuk kishte nevojë të aktronte në delirin e vlerësimit me sufiç ndaj kreut të qeverisë. Thjesht, ajo nuk servilosej që vetja në çdo qëndrim për njeriun që pa teklif dhe me bindje e quajti Skënderbeu ynë. Rama e bëri, me një të rënë lapsit fshiu nga piktura qeveritare Elisa Spiropalin. Jam mirënjohëse Partisë Socialiste dhe kryeministrit për besimin e dhënë ndër vite, sepse mirënjohja është kulturë politike dhe jo në nështrim personal, tha Spiropali në një reagim të gjatë në rrjetet sociale. Në histori, figurat që mbeten nuk janë ato që mbajnë më gjatë pushtetin, por ato që nuk relativizojnë kurrë karakterin, sepse dinjiteti nuk është dekorat ceremoniale, por qëndrueshmëri përballë kohës dhe aftësi për të mos u friksuar as nga e kaluara, as nga e ardhmja, shkruajti Spiropali. Ish kryeparlamentarja dhe 2 herë ministre Elisa Spiropali është lakmuesi më i mirë për të kuptuar se sa shumë pakënaqësi përzihet në kazanin e madh të yndyrshëm të rilindjes. Asnjë grupim brenda majorancës nuk është për çështje ideologjike, morale apo konceptesh kundër qeverisë Rama, dhe kjo e mban atë ende të fortë në numra, por të dobët në perceptim, kur edhe idhëtarja më e madhe pëson zhgënjim të thellë. Bota e rilindjes po kthehet përmbys, kur edhe personazhi që në politik njihet si fenomeni spiropalizmi dhe jo si individ të kthehet kundër, atëherë i forti është në ditët më të brishta.